vjeçare ku bëhet transformimi i plot në ushtri funksionale ose operacionale e cila është me standardet e NATO-s. Dhe këto furnizime të ushtrisë së Kosovës me armatim janë duke bërë plotësisht në pajtim me direktivat e NATO-s dhe partnerët ndërkombëtar të cilët kujdesen për armatosin dhe trajnimin e ushtrisë së Kosovës. Të gjitha këto janë për çështje mbrojtjen e Kosovës, çështje defanzive, absolutisht ofanzive dhe Kosova nuk ka dhe në kushtetutën e saj që nuk ka synime territoriale ndaj askujt dhe është esenca vetëm ta mbrojë territorin e vet. Kosova tashmë do thotë është duke u furnizuar me së shumti nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Turqia, por edhe nga Gjermania dhe vendet e tjera, por dhe sigurisht që do të vazhdojmë me trajnime dhe furnizime të tilla dhe po shpresoj që shumë shpejt ose ndoshta edhe para vitit 2028 Kosova duhet të jetë vend antar i NATO-s, sepse vetë shpallja e pavarësisë së Kosovës ka përbërë një siguri kruciale për rajonin Ballkanin Perëndimor konkretisht, ndërsa antarësimin e NATO i Kosovës e mbyll rrethin vicioz të reagimit nëpërmjet luftës hibride apo konvencionale të Rusisë dhe Serbisë. Po, dhe po e shohim edhe në ekran në 360 shkallë se si duket ONTAS, pra është në faqen zyrtare të Rocket Sun. Ky është mjeti më i ri që e ka pranuar ushtria e Kosovës dhe kështu siç duket në 360 shkallë. Pra një prej mjeteve moderne, po e them, dhe fleksibile. Ndërkohë ka postuar edhe presidentja Vjosa Osmani, por edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, duke e falendëruar Turqinë për këtë bashkëpunim. Ushtarak, ndërkaq kuqi për fund, çka duhet presim në aspektin e sigurisë, natyrisht, në fokus raportet me Serbinë për 2026 ku janë temat më të ndjeshme, ma fragile? Është shumë e rëndësishme që shoqëria në Kosovë, spektri politik, intelektualet, media dhe të gjithë të treguan shumë të kujdesshëm ndaj informacioneve të cilat vinë, ndaj përçarjeve, ndaj synimeve të cilat shprehen ndaj masës, të kujdesen shumë për burimet e informacionit që nga merren dhe po ashtu të kujdesen shumë që të mos krijojnë përçarje ndërmjet vete, por të jenë të gatshëm për kompromise të ndryshme që të ruajnë qëndrueshmërinë institucionale dhe po ashtu të ngritin kapacitetet e mbrojtjes së Kosovës, si në aspektin diplomatik, ashtu edhe në aspektin ushtarak. Për shkak të asaj që Serbia synon ta bëjë në vitin 2026. Tashmë ata e kanë shprehur edhe vetë për që synojnë të marrin, nuk është diçka e re për neve, sepse jemi mësuar me ballafaqimet dhe gënjeshtrat e tyre të cilat i shprehen në forma të vazhdueshme. Por nëse Kosova arrin që ta ruajë qëndrueshmërinë institucione dhe qëndrueshmërinë politike dhe shoqërore, atëherë dhe ballafaqimet e brendshme të mos ndikojnë në çështje